ajo që ka tha realisht në Evropën e Lirë pat që dhe me unitet të votave të deputetëve të LDK-s, ka veç nëse shkon ky ose zotri Abdigjiku, për ndryshe nuk mund t'i garantojnë të gjitha votat për Vjosa Osmanin. Qështu paka shumë e posh onë në Radio Evropën e Lirë. Se që mu pëmdoket një situatë win-win edhe pëmdoket një shenjë që zotri Aziri po paralajmëron që ndoshta ai të jetë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo zotri Aziri. Si kryetar, kjo pse, ja pse. Nuk e në shpall, po nëse zotri Abdigjiku nominohet për të qenë kryetar presidenti Republikës Kosovës, atëherë me deo mos që Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë zgjedhje të brendshme dhe ai pretendon me që i paska më thonë shumicën e votës ose të gjitha votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë e pash më shumë si një deklarat vetjake, pash më tepër ambicje zotrit Abdigjiku. Parjo zotri Abdigjiku. Parjo zotri Abdigjiku. Shkurja zotri Abdigjiku në president në nënkupton lirimin e postit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për çka unë përbësoj që zotri Aziri kove të fundit është rikthyer në skenë politike, për shkak se ne kemi pas një Lutfi Aziri i cili ka qenë kogja i heshtur vitet e mëhershme. Tash 2 vitet e fundit ka filluar me u kthy në skenë dhe më përbësoj që po pretendon me pas kreun e qoftë kreun e partisë ose të jetë presidenti i Republikës Kosovës. A mendoj që një pjesë elektorati president ose në institucione çashtu e tha deklaratën. Çashtu e pa deklaratën, pastaj u tërhoq. Po kështu e mendojën në fakt. Për 2 orë pas ka qenë presidenti i Kosovës, kandidat. Por megjithatë kjo çfarë është duke ndodhur në LDK dhe sidomos deklaratat e zotit Aziri, mendoj që e hendikepojnë shumë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ne kemi ditur që janë 2-3 vota që me cilat nuk mund të jetë i sigurt zoti Abdigjiku, por kjo është thellim dhe praktikisht çarje në dysh dhe në proceset e formimit të qeverisë dhe të zgjedhjes president, mendoj që e hendikepojnë shumë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nëse kanë qenë 2-3 vota të pasigurta, besoj që tani ai numër është shtuar në ndoshta 4-5. Dhe kjo e hendikepon shumë. Për çka votat e pasigurta? Çfarë do zoti Aziri e ka thënë hapur që janë të interesuar, jo vetëm në këtë intervistë të sodit, po edhe më herët që ata i kanë 18 mandate. Vetëvendosja si pas gjitha gjasave do t'i ketë 62 me pakicat jo serbe, do të thotë bashkë do t'i bënin 80 vota, po të mos ishin ato 3 vota të dyshimta. Unë mendoj që ai numër është shtuar tani. Do të thotë dhe kjo e hendikepon LDK-n si parti, por mund ta rikuperoj nëse opozita bashkohet, unifikohet, aty pastaj mendoj që roli i LDK-s mbetet i rëndësishëm prapë, sepse ka vota do të thotë. Unë s'paku personal, unë pres që opozita pas 17 muaj, 18 muaj të ulen. Nuk ulen, siç po thotë zoti Kurti, duhet pritur certifikimin e rezultateve, po duket edhe partitë opozitare deri tash po presin certifikimin e rezultateve. Por kjo nuk e pengon opozitën që të ulet, të marrë... Pengon askë se certifikimi zërë që po presim edhe ne në studio të ndryshoj ndonjë deputet, se nuk janë në tetik vota. Mendoj që për ndryshe nuk besoj që vetëvendosja me cilën do nga partitë mund të zgjedhë presidentin. Me LDK-n është evidente, kjo nuk ka numër, por pas deklarimit të zotit Lushtaku nuk besoj as me LDK-n që mund të sigurohen 80 vota për zgjedhjet presidentin. Mbetet vetëm një mundësi, mbetet mundësia që opozita e bashkume formuloj 2-3 pikat për bashkëta, bashkë me një kandidat unifikum, bashkë edhe t'ja prezentoj në vetëvendosis. Tani, a është e mundur, kjo nuk e di. Në këta 17 muaj, opozita këtë nuk e ka bërë. Mendoj se kështu e fuqizon pozicionin e vetë dhe der faktor konstruktiv. Faktor që unë besoj që, megjithatë e besoj që i kësaj radhe do t'a bëjnë. Do të bashkohen, do të dalin me 1 ose 2 kandidat, dhe do të jetë pozicion më komod i tyre në kuptimin që janë bashkëpunues, janë të gatshëm me formu, me zgjedh presidentin. Do ta shohim. Zoti Shtufi, si po e shihni ju këtë përplasje të re, po quajnë se s'është e para, ne e pam edhe para kuvendit, por doli fitues aty ndonse me një margjinë jo as thellë krahasuar me ata që votuan kundër, zoti Abdigjiku, dhe ai po i kthehet, pas që ma atja ka ndodhur në kuvend, tash ju kthye 2 degëve se duhet të japin përgjegjësi për sabotim. E para është që pajtohem me lazimin e hapi këtë ide, këtë shprehje,
konfuzioni është të tipizu momentalisht LDK-n. Kjo është evidente, shihet, deklaratat tërheqja, deklarata speciale e Lumirit tash, sepse zgjo s'ka ndryshu, ka pas tentim ndryshimi. Është një konfuzion. Tash konfuzion është pak problem me ditë saktë se ç'a ndodh, por LDK është para qarjes së tretë. Do të thonë, dy ka përjetuar. LDK është para qarjes së tretë. Po, LDK është para qarjes së tretë. Po thoni se është vështirë të rikuperohet kjo situatë tash. Është shumë vështirë sepse ka hyrë kjo pak më thellë. Unë mendoj që e para ka ndodhur, siç e dim më herët, por kur e nda herën e parë, ajo 2007-ën, sa thonë, 6, kur e nda atëherë kanë pas çka me nda. Edhe ajo që mbetet është shumë. Kur nda Vjosa dhe ra shumë poshtë, disi u rikuperu dhe u bë prapë një farë. Tash më po mund nda, tash kam frikë se është parashurjes, sepse antagonizmat po rriten, nuk po zvoglohen. Përkundër që ka pas një që me thonë, kam kriju vetë personalisht një bindje që LDK-ja është të e duru, është i duru divergjencat mrena vetës, në fund është partia vetë me demokracitë mbrëmshme të pashembullt, edhe plus është të e duru një fraksion që është i gjallë, është aktiv, është shumë i fort. A është fraksion, a janë të bashkuar, se përquhen grupe, nuk është parasitur. Ne sa kemi parë deri sot, dhe mund të flasim tu ta diskutojmë ashtu, zoti Arben Gashi, i cili u rikthye në kuvend, duke i shpërndar jetët e tij sociale, këto mos pajtimet që po dalin nga degët dhe të tjerët. Zonja Hikmete Bajrami, e cila është po ashtu deputete, që ka folur publikisht dhe ka thënë pra sot, zgjedhjet e brendshme janë zgjidhja të sillim me dinitet, sepse pozitat nuk janë të përhershme, dhe ka pasur po ashtu edhe shumë deputet që kanë dalë me një në mbështetje të zotit Abdiziku. A ka një grup ku janë të gjithë ata që në kohë kanë shprehur pakënaqësi, qoftë me zotin Abdiziku, qoftë me orientimin e LDK-s, a janë bashkë? A janë bashkë zonja Bajrami me zotin Hoti, me zotin Gashi, me zotin Muhaxheri? Dëgjoj, fraksion është. Ky grup është fraksion. Tash mund të jenë disa që janë Asane Esknej, po dhe ata marrin pozicion, edhe në fakt është në dy grupe, do të thonë është fraksion. Dhe fraksioni nuk është përjashtim, nuk është ndaj dëm i madh për një parti politike, përkundrazi është pasuri shumë e madhe, por duhet me marrë edhe kulturën e plotë të fraksionit të perëndimit që është, do të thonë, përpiqen me fitu fraksionit i tij. Nuk fitojnë, ata sërish bëhen gjithë bashkë dhe mbrojnë interesat e partisë gjithë bashkë. Tash në LDK, që kjo fundit që ka eksploduar, do të thonë, po tregon që LDK nuk pe duron këtë, nuk po mundet me kap edhe atë anën tjetër të mirë të fraksionit, që s'mirë vesh, po vazhdojmë me... Edhe pse kishim një situatë pak a shumë ngjashme kur u duruan dallimet derisa u shkuan fushat zgjedhore, pra ne i pa madje edhe në Ratkoc zotin Hoti dhe zonjën Osmani, dhe zotin Abdiziku bashkë duke bërë fushat. Pikërisht, ato ishin shenjat Hikmete Bajrami po ashtu. Jemi të ndryshëm, por bëhemi edhe bashkë. Kjo do të ishte